Tregu i tokës bujqësore në rrethinat e Tiranës po përjeton një rritje të ndjeshme çmimesh. Në Fark, ku rreth 3 vite më parë 1 metër katror shite me rreth 50 euro, sot vlera varion nga 70 deri në 100 euro. Sipas të dhënave të tregut imobiliar, çmimet pothuajse janë dyfishuar. E njëjta tendencë shfaqet edhe në zona të tjera periferike, si Mulet dhe Ndroq, ku toka bujqësore tregtohet mbi 50 euro për metër katror. Për sipërfaqe më të mëdha, kostot rriten ndjeshëm. Blerja 1 hektari në këto zona kushton nga 500.000 deri në 700.000 euro, ndërsa në Fark, çmimi maksimal mund të arrijë deri në 1 milion euro. Sipas përfaqësuesve të Colliers International Albania, rritja e fortë lidhet kryesisht me presionin e ndërtimit. Një pjesë e madhe e tokës po shfrytëzohet për projekte rezidenciale, ndërsa hapësirat e gjenbra po paksohen. Ndërkohë, pronarët nuk tregojnë të gatshëm të ulin çmimet, duke e konsideruar tokën si një investim strategjik dhe afatgjatë. Krahasimi me tregun evropian sipas Eurostat. Në kontrast, mesatarja e Bashkimit Evropian mbetet shumë më e ulët. Sipas Eurostat, çmimi mesatar për 1 hektar tokë bujqësore në vitin 2024 ishte rreth 15.000 euro ose 1.5 euro për metër katror, me një rritje të moderuar krahasuar me një vit më parë. Vlerat më të larta regjistrohen në Malta, Holanda dhe Portugalia, ndërsa më të ultat në Letonia, Lituania dhe Slovakia. Në rajon, diferenca është edhe më e madhe. Në Selanik, toka bujqësore kushton rreth 14.600 euro për hektar. Të dhënat tregojnë se rrethinat e Tiranës po shndrohen nga zona prodhuese bujqësore në treg ndërtimi dhe investimi, duke i quar çmimet në nivele shumë më të larta se mesatarja europiane.